Nga ana e zonjës Haxhiu, ajo po ashtu ka bërë të ditur që do të ketë një seancë edhe në orën 19, por në anën tjetër nëse e shohim qëndrimet që kanë dhënë partitë opozitare, përfshi këtu edhe AK-ja, edhe PDK-ja, por edhe LDK-ja, gjasat janë minimale, për mos thënë nuk ekzistojnë fare që në seancën e orës 19 ata të vinë në sallë. Gjithmonë nëse shkohet në këtë formë siç është duke shkuar deri më tash, nëse shkohet normalisht me kandidatet e njëjta, për te faktit që partitë opozitare vetë se kanë bërë të ditur që nuk do të marrin pjesë në këto seancat, cilat normalisht i shohin si shkelje e kushtetutës, biles kanë shkuar edhe aq larg sa që konsiderohet që pushteti po vendoset edhe mbi kushtetutën, këtë rast pushteti i partisë në pushtet. Përveç kësaj kanë bërë thirrje po ashtu, sidomos njerëz nga kandidatet që është propozuar ditën e djeshme, pra Feride Rushitit, që është një zonjë e njohur në Kosovë, nderuar, sidomos për atë punën që ajo bën aktualisht, e cila drejton një organizatë që merret me viktimat e dhunës seksuale dhe viktimat e torturës gjatë luftës. Dhe normalisht është një punë që vlerësohet dhe respektohet nga të gjithë në Kosovë, por që në anën tjetër partitë politike opozitare, sidomos PDK-ja dhe AK-ja të paktën edhe zyrtarisht, kanë kërkuar nga ana e saj që tërhiqet nga kjo garë, mos bëhet pjesë e lojrave politike dhe mos lejoj që emri i saj të përdoret në këtë formë nga ana e lëvizjes vendose, me çfarë farë forme doja zbe pastaj edhe gjithë atë punë dhe mision që ajo ka kryer në fushën e saj që është edhe tash aktive. Kështu që mbetet të shihet e lirë se çfarë do të ndodhë deri në orën 19 dhe eventualisht në rast dështimit të kësaj seance nëse do të ketë edhe një tentim. Tjetër lajmi i fundit është që kryeministri Kurti, pas atij fjalimit të gjatë që pati mbrëm në seancë, sot ka ftuar një konferencë për media, le të themi kështu paksa urgjente nëse mund ta quajmë, sepse pritet të fillojë në 16:30. Nuk është bërë ditur se çfarë do të jetë tema e kësaj konferencë, por normalisht domosdoshmërisht është e ditur që një nga temat do të jetë çështja e zgjedhjes së presidentit. Kemi disa spekulime Ilir, por që nuk ka asnjë, le të themi, konfirmim zyrtar nga asnjëra palë që mund të ketë diçka lëvizje rreth asaj, se e dim që mbrëm zoti Abdi Gjiku paraqiti nënshkrimet e Lidhjes Demokratike, pra 15 deputetëve, duke thënë që i ka të gatshme për cilin do kandidat që ata do ta propozojnë, duke mos e përjashtuar edhe zonjën Osmani, dhe pastaj mbetet të shihet se cili do të jetë veprimi i vetëvendosjes, edhe pse shefja e deputetëve të vetëvendosjes Albania Ragofci sot tha që këto nënshkrime as ajo si shefe e grupit, por as kryeministri Kurti si kryetari i lëvizjes vetëvendosje nuk i kanë pranuar zyrtarisht deri më tani, por se çfarë mund ndodh në këto orë Ilir nuk mund përjashtohet, pra që të ketë ndonjë lëvizje. Ka spekulime të momenteve të fundit që mund të ketë lëvizje të tilla në atë drejtim që le të themi emri i zonjës Osmani të rikthehet në diskutim dhe eventualisht edhe në garë, por normalisht kjo i nevojitet, po them, edhe disa veprime të tjera që i bie tërheqja e dy kandidatëve që janë aktualisht, dhe pastaj ndoshta hapja e rrugës për zonjën Osmani dhe eventualisht një kandidatit e dytë, sepse dihet se duhet patjetër të jenë dy kandidatë, për ndryshe nuk mund të shkojë tutje me procesin e zgjedhjes së presidentit apo presidentes, por prapë tham janë në cilësinë e spekulimeve, nuk ka asgjë serioze. Mbetet të shihet nëse diçka të tillë mund të konfirmoj zoti Kurti në konferencën e thirrur, ose nëse LDK-ja eventualisht mund dalë me një qendrim zyrtar. Por me ato çfarë kemi deri më tash zyrtarisht, të them drejtën, gjasat janë mëdha që edhe seanca e orës 19 ta ketë fatin e atyre dy seancave të mëhershme, apo tentimeve për të mbajtur seancë. Kosovë, falenderoj për momentin, ndoshta do të rilidhemi, duke qenë se është një ngjarje në zhvillim. Shpresojmë shumë që brenda orës 24 të kemi një emër për president dhe të mos shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme.